Pas viteve 90 në Shqipëri u shfaq një letërsi tjetër, ndryshe nga ajo cili ishte shkruar gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20. Kjo ishte letërsia e ndaluar. Kjo letërsi doli nga sirtarët, doli nga dosjet e burgosëve politik. Kjo letërsi doli edhe nga kujtesa e shumë njerëzve të cilët kishin vuajtur gjatë regjimit komunist dhe kishin fshehur mjaft tekste të cilat ishte pamundur ose t'i botonin ose dhe kur ishin çuar në redaksitë e botimit nuk ishin pranuar. Shkaku i parë që kjo letërsi do të lexohet, do të vetë lexuesi është pikërisht për shkaqet estetike. Nga ana estetike kjo letërsi është letërsi dinjitoze dhe qëndron me dinjitet tek letërsia shqipe. Por kjo letërsi krahas mesazheve estetike jashtëzakonisht të rëndësishme sjell edhe një panoramë të jashtëzakonshme të njohjes të periudhës më të errët të kombit shqiptar pikërisht diktaturës komuniste.